vajzat e veta tha unë nuk jam politikanca. E nisim që këtu ja. Që këtu e nisim, që kur thot nuk jam politikan, nuk ka kush ketë përgjegjësi politike. Ujku vjetër tashmë i ka futur në truk, jo vetëm zotin Binaj, po ka futur në truk edhe dy partit, që janë Shqipëria Bëhet dhe Partinë Mundësia, për ta ndjekur se Berisha është kafsh politike në kontekstin e të bërurit truke dhe të shiturit ato sipas interesit vet. Flor Binaj u zgjodh si kandidat se i shërben djalit Sali Berishës. Flor Binaj u zgjodh për të mbajtur përgjegjësinë e humbjes dhe Flor Binaj nuk u zgjodh në negociat me të gjithë partitë, që të ishte kandidati i pëlqyeshëm. As nuk u bë në mbledhje midis partive apo në sondazh midis gjithë partive dhe ky është kandidati i pavarur. Kandidat pavarur do të që ta heqë Sali Berisha që të quhet për arsye të vetme që të shmanget përgjegjësisë humbjes madhe që do ketë në Tiranë. Sepse Tirana do të japi prap mesazhin Sali Berishës të qartë: Berisha, koha jote në politikë ka mbaruar dhe ti nuk mund të prodhosh më politikë aktive. Mirë, tërheqja e Berishës mund të ishte një opsion në fakt që po kërkojnë shumë njerëz të tjerë, po kur ne flasim për një parti e cila kërkon që të vijë sërish në pushtet, megjithëse ka kohë në fakt, hapja ndaj të rive duhet të jetë element kyç? Hapja ndaj të rive ka qenë një ndër diskutimet që unë kam 2 vite që flas nëpër studio, dhe nëse do ishte kjo hapje që Berisha e shet sot, do ishte para 11 maj, duke futur Flor Binën në listë mbyllur dhe duke lënë Flamur Nokën në listë hapur, duke lënë Albana Vokshin në listë hapur dhe duke lënë shumë të vajza të reja në listë mbyllur. Kjo është hapja partisë. Se çfarë bën tani mbas humbjes madhështore dhe mungesës përgjegjësisë, jam vetëm një imazh që ai do ta japi ndryshe, por është gjithmonë ujku vjetër me lëkurën e re. Nuk është alternativë e re. Dhe prap Tirana është e zgjuar dhe do t'i japi përgjigjen siç ja ka dhënë në tërë këto vite Sali Berishës. Është një përgjigje personale kjo për Berishën, dhe do jetë një përgjigje shumë e thellë në të 6 bashkit. Ka për dalë 6-0. E parashikon këtë lloj rezultati. Patjetër. Në Tiranë sa mund të shkojë diferenca? Tek 100.000. 100.000 vota. Po, tek 100.000 vota. Jemi mirë, 100.000 vota, se diferenca e ne kaluar nuk ka qenë diku te 60.000, mos gaboj. 60.000 ka por mund të qenë thellohet. kandidati, ka qenë politik, për mos se ka pasur problematikat e veta në kohën përkatëse, sepse Berisha ja faturonte në ato vite humbjen së kandidatit se ne hym pa logon. Dhe kjo është gjëja që sharake, që ne tani kemi logon, bëm gjithë luftën me bashkën për të marrë logon, por këtë herë ne prap do hym pa logon. Prandaj të them që ato çfarë PD-ja thot dhe ato çfarë bën janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe nuk kanë koherencë.